është flisë shumë mas jem dalun, për shkak se ka kërku kushte, nuk është e vërtet. Kushtet e mia deri në përfundimin qershor kanë qenë qysh i kanë caktuar vetë presidenti. Problemi ka qenë te një bonus, cilën unë e kom merituar dhe kom fituar për shkak se ka qenë vendosur në kontratë, nëse ti del në Evropë, do të shpërblehesh me kaq, atëherë në momentin kur kemi pas me vazhdu dhe mas një viti, kërkesa e tyre ka qenë që unë të fal bonusin për me nënshkru kontratën e re, unë nuk kom qenë i partimi. Shumë e bonusit, a ishte konsiderueshme, do të thotë që luante këtë rol? Atëherë ka qenë për mua konsiderueshme, është edhe ala, për shkak se nuk është pagu vetëm një pjesë shumë e vogël, edhe sot asaj dita ata më detyron ala për atë pjesë bonusit, mirë po nuk kam pa kur tashysh me fal një bonus të cilën ti e ke fitu, për shkak se të mirët materiale që ne kemi siguruar në shef me dalën në Evropë historike. Për mua ka qenë pa kuptim që unë du me fal një bonus, edhe du me vazhdu tani me të njëjtin avaz me të njëjtin kryesi. Që unë besoj që pika kryesore ka qenë ajo, kanë qenë disa pika tjera që ne kemi shërtu aty, mi po kur nuk ka qenë që unë kam kërku kushte shumë. Për këtë pjesën e bonusit, jetë komunikim me ta, do të e kërkon. Po kom komunikuar, kom kërku, mi po ata kanë thonë që pagujmë. Deri tash nuk kanë arrit me pagu, kështu që i mbetet në degjegjen e tyre, unë nuk kam. Thjesht për mua shumë pa kuptim mënyrën se si dal media edhe si është litë rreth klubit, ai ka kërkuar shumë se unë nuk jam një trajner që kërkojnë thjesht, kërkojnë mu vlerësu për punën që e bëj,